Maj e rikthemplerën me një projekt shumë të rëndësishëm. Pas një dekade, ai po vjen me albumin e tij të ri për projektin Lidhjet e dashurisë, martesën, ishat. Ai ia vë pikën në këtë intervistë që nis me albumin i cili nuk do të ishte fakt pa bashkëpunëtorin e tij Neston. Unë fillova me Neskën me punu, e pash që është botë që unë me vërtet e enjoy dhe unë me kriju sana shumë bashkë. Dhe fillova me idetë, aty qysh kur ti bën 3 këngë ose 2 këngë mbrana natës si demo, po them, jo këngë, po si ideja demo, e kupton që vibe shumë i mirë. Dhe fal energjisë Neskës më vendosa me bo albumin. Sigurisht kjo është për publikun, mas pare për shpirtin tem, po dhe për publikun. Dhe vibe ke qaqë i mirë, kështu që ka shku gjithçka, si me thonë, rrjedh shumë mirë, pa kur farë stresi. I kemi pas do stresi pak, po ajo është normale në kodër të punës. Edhe komendosën në shkurt me bo album, tash jemi në maj, dhe albumi është gati, përveç një fakt që duhem ja tregu juve, që albumi është i krijuar 2 herë. Do të thonë, ne kemi bo një herë albumin komplet, i kemi hek komplet sanet, kemi propi fillim. Arsyet janë pak ma private, po aspekti muzikor, po do të thonë për 3 muaj e gjysë diçka ne i kemi bo këtë album 2 herë. Blero këtë herë vjen me një update. Me koordinime të energjive tjera, kuptime me ideve tjera të djemve këtu në studio, të ekipës tonë, sigurisht update-ratesh. Po mendoj për çdo artist të paktën nëse do me pas jetësi, do të ndru ekipin tash me ekipën që punon të krijon edhe miqësi, por ne kemi një afat gjithë secili prej neve në kuptimin e krijimtarisë, edhe mandej mendoj që do të ndru si gratë kështu thonë, po okej, edhe po do të ndru edhe këtë pjesën që mu update i ratë. Kjo si gratë ke pak a i garë. Garantemani ju e di, po si pak. është fani. Kom kriju shumë miqë gjatë tyne viteve, jam shumë krenar me punën që kom bo, edhe falë miqëve të mi, falë publikut, falë zotit që jam ku jam me këto 2 dekada e ma shumë. Po në takimin të me Neskën edhe normalisht ma vonë ardhe e lirikut u konë qaq exciting, sa që e ka bo për mu shumë të letë punën, për 3 muaj mi bo albumin 2 herë. Albumi do i ketë gjithsej 12 këngë, a do jenë të fundit në karrierë me që titulli i tij është The End? Albumi ka 12 këngë, realisht ne kemi bo nja 22 demo ma shumë, por të ne kemi pas problem, një problem, unë Nesko dhe Liriku kemi po diskutimet shumë gjata, shumë net, cilave hin album, cilat mos me hin album, ma din në marrë pjesë në albumë ose jo, edhe shqyqëri kemi po përzgjedhjen, po besojna duhur, i ka 12 këngë, titullin e ka The End, arsyeja pse The End, e di që këtë është më pyetjen për të japit përgjigjen stash. Mendoj që është albumi jam i fundit, qashtu e ndjej, sepse duke bazu edhe në punë tjera që kam jashtë muzikës, jam tu përmbush shumë në aspektin profesional. Si album, sigurisht si singla, kam si marrë, të ardhmen absolutisht, po si albumin e që është i fundit, sepse albumi jam i fundit është para 10 vjetit. Tash kjo është, do me thonë, se di, por The End e kom pa të arsyeshme, unë e kom diskutu me djemë të studio që pse këtë titull, po ne kom ndjeq ashtu dhe e ndjeq që është albumi i fundit. Se përket pjesës të këngëve në album, në 12 këngët jam vetë, 11 jam vetë, një kam, veç një këngë kam me Ernimin, Ernim Ibrahimin, ajo këngë u kon e pamundur mi hek vokalin e tij, sepse i ka flajt qatë shumë, edhe është këngë interesant. Pse shtrot pyetja pse vetë, sepse në ndër vite mendoj që kom punu shumë, kom bërë shumë bashkëpunime edhe ja u kom përbërë shumë ndjej fansave se njerëzit që dojnë muzikën tem, zonin tem, përshëndetjet e mia që me marrë shumë ma shumë prej meje, edhe sidomos në albumin e fundit këta.
Pra si përfundim, po e lë Bler apo jo muzikën? Unë mendoj që na e ndjejmë, unë e ndjejmë mas pare, me djemë studio, se na mund me ka shumë gabim, nuk e dihet njerës qyshe kur t'i ngojnë kongë qysh njën, ose qysh ajo pëlqen ajo. Unë mendoj që the end i bjen që është albumi jam i fundit ku jam veç unë, një farë forme, realisht 99% veç unë jam, si interpretus. Edhe që kjo është, mund ndodhë në tarme, sigurisht e ka me ndodhë është bashkëpunimi ose singla, po kjo album është qashi veçantë për mu, sa që nuk kom bo asti matematik në kuptimin e showbizit që na e dina, se tash edhe njerëz dhe kuptojnë showbizin shumë mirë, kjo me këto bashkë, kjo dhe kjo duet, këta trio, e kështu tutje. Thjesht ta kuptojnë njerëz prej meje, sinqerisht e kom bo mas pari për shpirtin tem, edhe ne kom knasi më të madhe, me dëshirë më të madhe dhe me dashnin më të madhe. Shumë lëvizje për zhurmë bëhen në projektet mëdha si albumi. Plot do e prisnin që për efekt të tillë në klip të ishte bie fjala Afrona. Kjo do të llogaritej edhe si kthim borxhi për pjesëmarrje në projektin e saj të rëndësishëm, podcastin. Pyetje shumë e mirë. A dish nuk unë jam tipi i cili jam shumë nuk kam qef nëse bëj diçka mirë për dikon, nuk do me thonë që ajnire ma këthimu. Absolutisht jo. Kur bën diçka e bën që ndjen, nuk do me thonë që aj x person ta këthen qatë të mirë ose qatë favor. Duhet me konë e bën sepse je tipi tillë ose jo, kur je tipi tillë e bën edhe kthehet prej Zotit në format ndryshme. Nuk presun e ma këthimu dikush diçka nëse më kom bo mirë. Edhe sigurisht që ti e thash shumë mirë, nuk më pas shumë karta, po është e vërtet. Baje e ke shumë karta dhe jam shumë krenar që qashtu më vlerësojnë në njerët, por s'jam tipi si që e thire dikani thonë diçka absolutisht jo. Nëse dikush ka diçka më thonë, mu duhet më thinë telefon, e shoha bën as bën, por unë nuk jam tipi si që e thire dikani thonë hajde kështu ose ashtu për çështje matematikash. Kallzova, albumi është bo për shpirtin tem as pari, jam shumë krenar, edhe duke shpesu shumë që i pëlqen njerëz. Bler nxori sot në Instagram listën e titujve të këngëve. Njëra prej tyre ra në sy. Gold Digger, epitet që pati përdorur publikisht pas ndarjes. Sa projekte personale ka ky album? Nuk po të bes a ka, po të bes sa projekt tilla janë këtë album. Normal që ka. Që s'ka. Tash sa. Shumicën e kohën ka shumë nesko, sigurisht. Në ta nesë mund me na tregu sa i ka personale Blerë, se ka fenomene, ka tematika, ka interesant albume sa i dion, edhe lidhen pak atë Blerë. Nësi kësha mujtë? Gjithë. Menoj që energjia mes meje dhe Blerës është paka shumë, jo paka shumë, po vetë se e njëjtë, dhe me thonë, unë i kom shumë vite në muzikë, kështu që unë i kisha dasht mas pari, para se mi u përgjigj kësaj pyetje, mi ju falenderu një njeri që punoj shumë gjatë me ta. Me thonë, që një dekade gjys punojmë shumë bashkë, është Loriko. Do me thonë, nëse ky album është bo për datën 31 maj, është fal energjisë masive ti që ka punu këtë album. Kështu që 100%. Falenderit Lorikut, falenderit Jonikut, edhe falenderit energjisë mes krejtëve bashkë. Absolutisht. Për pyetjen para prakës që ma bone, unë e menoj që është një këngë në album që është shumë personale e Blerës, kështu që nuk kisha dashur me zbulu kurrë se është zbulojone, sorry. Pjesë e Blerës ajo, kështu që nashta Blero e zbulon pa problem. Data e publikimit u ndërrua disa herë me spekulimeve për ndarjen më të freskët të tij. Kjo pjesa e shtyrjes datë publikimit, a u lidh që nashta metët një projekt minos ajo? Jo, në thash më herët, na keni pas për mi 23-4 demo ama shumë. Kryme. 22 deri 23 demo janë kohë se të përfunduar. Qëtu i kemi edhe më një shumë se zbesani, po jo, s'ka të bëj kurrë me një kongë, se funi vutën me do i kisha qit një EP. E kupton, unë mendim jam për album, du me të kongë, e kom pas fiksim, that's it. Por duke u marrë në çështjet teknike,
vullneti ko shumë i madh, unë mas pari kërkoj shumë falje, unë edhe ekipa jo në falje publiku që i kena shty 2 herë, 15 maj, 25 maj, tash 31 maj veç po del. S'ka qare pa dal, përbëlejnë. Tash të është e vendosur. Është çështja teknike, edhe ka sigurisht pak të bëjë me atë pjesën private, por çështja teknike më shumë. Por duket se gjithçka është në rregull. Blero e reflekton rehati. Unë muna mi ju thonë kështu se e di që po brengoseni, më thoj sa, po jam shumë mirë shpirtnisht edhe sigurisht jam shumë i lumtur. Jeta ka sfida, ka si me thonë situatat ndryshme, por jam shumë mirë, jam shumë i lumtur edhe unë me thonë mos t'i kisha pas njerë të duhur, edhe nga ona private jam, ja? Edhe nga profesionale, s'kisha mri këtu të kjo album, që jam shumë rehat. Rehat i përmbushur fix për të martuarnat që mund jetë e treta e vërteta. Si emocionalisht, si profesionalisht jam shumë i përmbushur edhe shëndeti edhe pak do kila me hek, po shëndetin mirë e kom. Unë e kisha thonë që njeri për me koni lumtur do të më rrethu me njerëz që janë në energji të mirë edhe që janë të lumtur edhe ata. Unë kom fatin më rrethu me njerëz si nga familja, si nga shoqëria, si nga jeta ajo pjesa tjetër, si nga ona profesionale, jam shumë i lumtur edhe e kom një feeling që ky album ka me kon interesant për njerëz. Mos për na martosh Blero dhe një herë. Kur mos të kur? Mos martoni nëse nuk dashurojnë tani po në këtë moment ti po dashurojnë doke. Qa ashtu se di, qatë përshtypje për ma jap, nëse jo këtë verën tjetër, nashta nimdi që ka treta e vërteta. Ka mundësi? Albumi do jetë në Spotify për pak ditë, teksa do vije dhe me 7-8 videoklipe. Kush do me pa Bleron si u kryzit qka, kështë që menaj që kena me punu në drejtim që nështë mas 1, 2 ose 3 vjetë dhe me këty prapë edhe një new era, ashtu. Por kënga personali duket të jetë ajo e fundit e albumit. Që të kongë Blero e kodë që një 5 vjetë e runë, nuk e di pse e ka rute që ta është. Kur që jam mu shimenëm do me. Kur që jam mu shimenën, one i kum tej kodja shumë që të sen, po nashta si jom kohën në naj kryesore që e kum bindë të Bleron për me publiku me shtin album që të kongë. është e vërtet që një 5 vjetë e kom demon, edhe është e vetëmja demo që në kom për i ma hershëm, që është mush meren ekipo Luriko e Nesko ta, me shtin album, edhe mendoj që ja blenë, dhe mendoj që është një kongë cila edhe njerës tjerë kërë në studiot e na kërë kanë gukë demon, e kanë ditë. Edhe dhe në fund se ka lëshu demo, s'ka kaldu që po do me shtin album. Kur i kena kry dikon në në kongë 10, Po. pa edhe qëto ka do me shtin album. Do më thore pas ka kogja me qefe dhe pas ka kogja personale. Tash të eru që 5 vjetë, kjo edhe ko shumë personale diçka me kitë kongë. është e vërtet, është një ndërkongë që është ma e veçantë për mu, këtë janë veçantë që kena punë. Po. Po ma e veçantë për mu në album është konga Deri Dje, edhe është një kongë besoj që edhe pse është balladë, ka nisë më nëzhe kohë, po mënej që njerëz kur të bëhet terri, ka nevojë me ngu një sent. Edhe se di arsye se ka lo kongën e fundit që të kongë në album. Konga e fundit. Kjo e të arsye mas mirë të. E krijuar para 5 viteve, bëni matematikat vetë se kush mund ta ketë inspiruar në 2020-ën, vetë në të cilin ai dihet se me kë ishte.